Në Universitetin Ukshin Hoti Prizren dje u organizuar ceremonia diplomimit të studentëve për vitin 2026, e cila u mbajt nga ora 17:30 në ambientet e Universitetit Ukshin Hoti. Kjo ceremoni organizohet me rastin e shënimit të 83 vjetorit të lindjes së profesor Ukshin Hoti. Në këtë ceremoni morën pjesë kryeministri në detyrë Albin Kurti, si dhe Andin Hoti, ministër i punës, familjes dhe vlerave të luftës lirimtare, Hajrullah Qeko, ministër i arsimit dhe shkencës, ambasadori i Turqisë në Kosovë zotri Sabri Tunç Angli, familjet e profesor Ukshin Hotit dhe shumë mysafirë të tjerë. Fillimisht të pranishmit i ka përshëndetur rektori i universitetit Mentor Alishani, i cili ka folur për punën e këtij institucioni universitar, si dhe ka uruar të posa diplomuarit. Kjo ditë me një kuptim edhe më të veçantë, sepse përkon me 83 vjetorin e lindjes së Ukshin Hotit, intelektualit, mendimtarit dhe veprimtarit, emrin e të cilit me shumë krenari e mban universiteti ynë. Ekzistojnë personalitetet që lënë gjurmë në kohën kur jetojnë, për kallë të tillë që vazhdojnë të frymëzojnë breza të tërë përmes ideve dhe vlerave që lënë pas. Ukshin Hoti ishte njëri prej tyre. Ai na kujton se dia fiton kuptim kur vihet në shërbim të së vërtetës, se mendimi i lirë është themeli i zhvillimit dhe se përgjegjësia e intelektualit shtrihet përtej sallave të mësimit, duke u bërë pjesë e jetës dhe e shoqërisë. Sot, të dashur student, derisa ju merrni diplomat tuaja, ja vlen të ndalemi për një çast dhe të reflektojmë mbi kuptimin e vërtetë të arsimit. A është arsimi thjesht një mjet për të ndërtuar një karrierë? Apo është vetëm një hap drejt tregut punës, apo është diçka më shumë se kaq? Kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës Albin Kurti mori pjesë në ceremoninë e diplomimit të 420 studentëve në Universitetin Ukshin Hoti. Në fjalën e tij, ai tha se sa herë vim në Prizren kujtohet lidhja e Prizrenit e 10 qershorit 1878, një nga ngjarjet elementare të historisë sonë kombëtare. Emri që mban universiteti juaj bart edhe peshën e historisë, trashëgiminë e çmuar të dijes, shkencës dhe angazhimit kombëtar. Po ashtu, 5 ditë më parë, kremtuam edhe 27 vjetorin e çlirimit të Kosovës. Këto data na kujtojnë se duke ndëruar historinë, ndërtojmë të ardhmen. Të dashur pjesëmarrës, ngjarjet e këtilla si kjo ceremoni sot na mbushin zemrën plot dhe na motivojnë për të vazhduar punën tonë. Universiteti Ukshin Hoti, me rreth 4000 studentë aktiv, prej të cilëve afërsisht 70% janë vajza e gra, na e kujton e dëshmon rolin e tyre të cilët vazhdojnë ta kenë për shtetëndërtimin demokratik dhe përparimin shoqëror. Kur një vajzë hyn në tregun e punës, nuk ndryshon vetëm jeta e saj, ndryshon drejtimi i shoqërisë, përmirësohet e ardhmja e vendit. Duke marrë për shkas këtë interesim kaq të madh të vajzave e grave që studiojnë këtu në Prizren, sot kujtojmë edhe gratë që hodhën themelet e arsimit shqip në Kosovë. Kur flasim për rrënjët tona arsimore, ne kujtojmë me krenari të lartë Prizrenin tonë, vendin ku Marta Mazdreku, Tereza Qoba dhe motrat Michelangela dhanë kontribut të madh për shkollën e parë të vajzave në Prizren. Të pranishmit i ka përshëndetur edhe i biri Ukshin Hotit, Andin Hoti, që tani është dhe në detyrën e Ministrit të Punës, Familjes dhe Vlerave të Ushtrisë Lirimtare, i cili me këtë rast ka bërë një lidhje që nga ditëlindja Ukshin Hotit, ceremonia diplomimit të studentëve të Universitetit Ukshin Hoti në Prizren dhe pastaj përmendi ceremoninë e ndarjes së dekoratës komunale të Rahovecit Ukshin Hoti për një figurë madhore të historisë sonë kombëtare, Adem Demaçin. Prandaj emri i tij në këtë universitet nuk duhet shihet vetëm si një nderim për një figurë historike, por ai duhet jetë kujtese e përditshme si dia që bëhet përgjithësi. Të dashur student, sot po merrni diplomat tuaja, por vlera tyre nuk do të matet vetëm nga profesionet që do të ushtroni apo nga pozitat që do t'i arrini në të ardhmen tuaj. Ai do të matet nga mënyra se si do ta përdorni dijen tuaj. Do të matet nga gatishmëria për të qenë profesionist të ndershëm, qytetar aktiv dhe njerëz që kontribuojnë për shoqërinë tonë. Kosova ka nevojë për mjek të mirë, ka nevojë për jurist të mirë, ka nevojë për ekonomist të mirë, për mësimdhënës të mirë dhe profesionistë të zotë në çdo lloj fushë. Por mbi të gjitha, Kosova ka nevojë për njerëz me integritet.
sepse një shoqëri nuk ndërtohet vetëm nga talenti apo dhe nga dija. Ajo ndërtohet edhe nga karakteri. Ndërtohet nga njerëz që përdorin dijen jo vetëm për përfitimet e tyre personale, por edhe për të mirën e shoqërisë sonë. Prandaj sot, bashkë me diplomimin, ju po merrni një përgjegjësi të re. Përgjegjësinë për ta përdorur ato që keni mësuar dhe për ta krijuar si vlerë. Sot është dita kur secili prej nesh ndolet për një moment dhe shikon rrugën që ka përshkruar. Një rrugë e mbushur me përkushtim, sakrifica, sfida dhe ëndra. Një rrugë që nuk motet vetëm me provime të kaluara apo nota të fituara, por me këmbënguljen për të mos u dorëzuar kur rruga bëhej më e vështirë. Secili prej nesh ka ardhur këtu nga një histori e ndryshme. Dikush ka udhëtuar me kilometra të tëra për të ndjekur studimet. Dikush ka punuar dhe ka studiuar njëkohësisht. Dikush ka përballuar sfida personale që nuk janë por nga të tjerët. Por sot të gjithë jemi këtu me të njëjtën qëllim të realizuar. Sot jemi dëshmia se puna, vullneti dhe besimi në vetvete shpërblehen. Kjo ishte një ceremoni madhështore e organizuar nga ky institucion universitar. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25-she.